Dëshirë marrë hak, po mos... Unë e di që ti halë me folë gruja, po jam malëcorën e kam lanë jashtë gruja. Gruja punon, ti e ullë këtu, flet me mu, gruja është po ti s'ka ditë tjera me pa mu, jam unë puna e ban qef. Herë mirë se keni ardhur gjithve, kur së më jeftu më Gzim Hysaj, jam një iniciator që kam ardhur me investu në të vend. Kur kam ardhur tu, faktikisht shumë njerëz më kanë thënë që je budalla. Zakonisht edhe më thonë, po unë kam bërë punën teme. Edhe mu ma kanë thonë shpesh kur jemi bashkë. Unë kam bërë punën teme. Pa edhe fatin që djali i fitoj do lek, më shteti, edhe unë kam ardhur dhe kam ndërtu këtu. Jam në vitin e 4. Unë ma shumë kam kërkesa se falënderime, se jam tipi tillë. Unë shëgjërë që të takova, faktikisht, për me bëjë një biznes me hes paran, e kena më dorë ne, nuk mund të keni më dorë ju si qeveri, se këtë barakën, këtë që kam tu, jemi ne që duhet me qumë për para. Politikat ekonomike, masanej, i dini ju, edhe unë thëmë që Shqipëria, se unë kam jetu 27 vjetë e gjysë jashtë. Politikat ekonomike në Shqipëria janë shumë favorevole, besoj. Me sa di unë, edhe me qa më kanë këshillu jashtë, para se me investu, duket vetëm Macedonia ka një barë fiskale më të letë se me. Jo, nuk e ka më të letë, jo. Nëjse, këtë informacion e ka pas, po nuk e ka më. Kur kam fillon, ata e kanë partë, ne e kanë dytë për barë fiskale. Në gjithë atë unë kam ardhë, kena punu me restorant me arët gruja, unë me arë me nërtimin, që mos të marrë dhe shumë kohë, unë kishe një kërkesë. Njerëzit të unë kanë ardhë, bajegi, gjatë verës, unë kam punu, jam kanë plot. Sa që të them, unë kam 19 dhoma të faturume, kam gjatë vitit kalum 116.000 euro vetëm me 19 dhoma. Vitit kalum, ku pjesa ma malla është bërë në verë. Se gjatë dimrit, jena i fije ma këshu. Ta shti unë për me flasë për një, unë bëjë interesat e mija. Gjithë kush duhet me bëtë vetat. Unë me deshtë me punu dimrit, këtu unë duhet me pas akses në liqen. Të ligjru. Se turizmi gjithë e pëlqen liqenin. Jemi në breg, një mbështetje për unë ka kënë një vi këtu, kam zgjeru, edhe menimin e bashkisë zotit Tonin, nuk e mohoj, por turistat e kërkojnë. Jo me kanoe, jo me dalë, jo me pas një skaf me zjarë njerëzit me bën një gjiro, se është pjesë shumë e madhe. Me fjalë, është diçka që në botë... Po qarë pengesë e ke? Pengesë unë kam këtë vim, gjatë ujë këtë lëviz. Dime e verë, këto ka shumë disë nivel. Si mjetë e kena të dhu me bashkin. Por, gjatë dimit kjo myllët, se dalga ujë këtu vjenë. Po që të bëjmë ne? Që du të bëjmë ne, mo? Me ba, unë kishe të dashtë. Ja se sjarove me grurë, më mërë. Ti dike qa do të dike si bëhet. Jo, di si bëhet, se unë teknikë në timit. Po pra më thuj. Du një mështetje me partneritet, me bashkëpunim, investimit mija tujat, që të bëhet diçka për gjithë. Një moll. Një moll. Oke, kuptova. Se është, për shemull, jo, shkretin, kam thonë dhe herë tjera, unë s'murri pa i thonë. Tonini thot, ishala po kap ti në mështetje nga qeveria, se për ne të thot thue, se Tonini ka halë në vetë. Jo, ti si vjetë marrë me kërku. Jo, pëse vjetë marrë, unë s'jam të kërku gja, unë kam investu lek të familjes tu. Unë të shi kërkoj një akses në liqen, se është mirë në gjithve. Për shamu, pëse unë kam planifiku me blej një skaf nga këto me 2 shuk për pasagjer, pëse mos të bajnë të vej një skaf të jemi në privat, tu me marrë për këtu të ura buzë 2 dit, me i prunë me vuj bilet simbolik ose heq, edhe tjetër kërë vinë tu në fitoj lek se ka me hongër buk, edhe është të bukur, ne mund shkojma ne, ata mund vinë të një turist, e ka një kjo liqeni, është pasuria rrallë. Po kemi fillu, pra kemi fillu të përdorim e liqeni, se ishte i papërdorën, ta që kemi fillu me edhe molin e ri e pash, sot e pash molin e ri që është bëhë, edhe këtë molin këtu
Tonin, mos më shif mu. Unë, me qanë të vërtetë, unë jam marrë me këtë punë, po jo se ta kam kërku ty, po... Po pra se ti rri pret ma kërkoj gruaja gëzimit, po. Do ta bëj, është e bome kjo, do ta zgjidhim. Po